Allah subhanahu wa ta'ala I ka sjellë krijesat në këtë tokë për ta adhuruar atë një edhe të vetëm dhe të mos I kushtojnë atij shok në adhurim. Po Allah subhanahu wa ta'ala ka urdhëruar pastaj në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjindet dhe njerëzit nuk I kam krijuar për ndonjë arsye tjetër vetëm se të më adhurojnë mua. Në të njëjtën kohë Allah subhanahu wa ta'ala I ka dërguar pejgamberët e tij si përgëzues, si qortues dhe thirrës në adhurimin e Allahut subhanahu wa ta'ala një edhe të vetëm. Ashtu siç thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Çdo populli, thot Allahu azza wa jalla, I kena dërguar një të dërguar që ju thoshte adhuroni Allahun subhanahu wa ta'ala një edhe të vetëm dhe Ti shmangeni idhujve dhe çdo gjaje që adhurohet përveç Allahut azza wa jall. Si pasojë e kësaj, adhurimet kundrejt Allahut subhanahu wa ta'ala janë nshani dhe përforcim I besimit të Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim. E për këtë kena shembuj të shumë. Në radhë kur marrim shembullin e namazit. Namazet janë legjitimuar për ta përkujtuar Allahun subhanahu wa ta'ala, siç thot Allahu azza wa jall në Kur'an: "Fa'budni wa aqimis salata li dhikri." Më adhuro mu, thot Allahu azza wa jall, edhe krye faljen për të më kujtuar mu. Po ashtu kena shembullin e agjërimit. Agjërimi I cili është një adhurim I sinqert vetëm për hir të Allahut azza wa jall, ashtu siç cek Allahu subhanahu wa ta'ala në hadithin kutsi, ku thot se cila vepër e njeriu është për të, përveç agjërimit, ai është për mua dhe unë jap shpërblim për të. Po ashtu te pjesa e pasunisë. Pasunia është e gjitha krejtë e Allahut azza wa jall dhe I jep robërve të tij, I jep kujdon dhe ja mangëson kujdon. Dhe në këtë pasuni Allahu azza wa jall e ka bë hak, e ka bë detyrë për muslimanin zakatin. Ashtu siç thot Allahu azza wa jall në Kur'an: "Fatu anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi." Edhe shpenzoni nga ato gjëra që ju ka lënë Allahu azza wa jall trashëgim. Ndërsa haxhi është ligjëruar për vizitën e Qabës së Mandume, për me vazhdu me e përkujtu Allahun azza wa jall, për vazhdimësinë e përkujtimit të Allahut subhanahu wa ta'ala, për shfaqjen e bindjes në Allahut azza wa jall dhe në nështrimin ndaj tij, me vu në pa adhurimet e Allahut azza wa jall, me vu në pa madhninë e këtyne adhurimeve dhe legjislacioneve të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe për të vu po ashtu në pa edhe veçimi I Allahut azza wa jall në adhurim në këtë sezon të begat, ku haxhit, të cilët së shpejti me lejen e Allahut azza wa jall kanë me unis drejt aty në vendeve të shenjta për të kryer shtyllën e pesë të Islamit. Dhe në këtë haxh, në këtë shtyllë të pesë të Islamit ka disa lloj dugurish, të cilat spikasin dhe na tregojnë veçimin e Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim, të cilat kena me I përmend shkurtimisht. E para marrim ndërtimin e Qabës. Ndërtimin e shtëpisë së shenjtë, shtëpisë e Allahut subhanahu wa ta'ala, shtëpisë e vjetër. Allahu azza wa jall e ka urdhëruar Ibrahimin alayhis salam, të dashurin e tij, po ashtu edhe të birin e tij që më ndërtoi Qabën, që më kanë si vend grumbullimit dhe siguri për njerëzit, me kanë drejtimi I besimtarëve, I muslimanëve në namazet e tyne, me kanë drejtimi I besimtarëve të cilët e veçojnë Allahun subhanahu wa ta'ala në adhurim, duke kanë një minare për I ku nalcohet Allahu azza wa jall, për I ku thirren njerëzit për të adhuruar Allahun azza wa jall një edhe të vetëm në adhurim. Ndërkohë që Ibrahimi alayhis salam së bashku me djalin e tij Ismailin alayhis salam I ndërtonin edhe I ngrinin themelet e Qabës, e lusin Allahun azza wa jall duke thënë: "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." O Allah, na I pranoni për këto adhurime që jena duke I bë, pranoje këtë vepër që jena duke e bë, me të vërtetë që Ti dëgjon edhe din çdo gjë. Lutja e këtyre dy pejgamberë, e Tijatit dhe të birit, ndërkohë që ndërtonin Qabën, është prej argumenteve më të fortë të veçimit të Allahut azza wa jall që kishin në zemrat e tyre, të shpresës që kishin kundrejt Allahut azza wa jall dhe frikës se mos kjo vepër që janë duke e bë
nuk ju pranote. E disa prej të parëve tanë të devotshëm, kur e lexoshin fjalën e Allahut Azza wa Jall ku flet për këto dy njerëz në Rum të cilët ishin duke ngrejtë themelet e Qabes, kur lexojnë këtë ajet thonin: o i dashtuni i të gjithëmëshirshmit, ti duke çu themelet e Qabes dhe ke frikë se mos ndoshta vepra jote nuk është duke u pranuar. E Allahu Azza wa Jall deshti që ky vend që ndërtoi Ibrahimi me Ismailin me kanë vend i adhurimeve të haxhit, të pi sezonit të begat. Allahu subhanahu wa ta'ala urdhoi që ky vend më pastru prej çdo gjaje që e kundërshton adhurimin e Allahut Azza wa Jall një të vetëm. E prej këtyne dy njerëz të nderuar, prej pemës së tyne gjenealogjike, erdhi krijesa më e dashur në Allahut Azza wa Jall. Erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhamedi i biri i Abdullahut. Allahu Azza wa Jall me anën e tij e pastroi Qaben prej idhujve në ditën e çlirimit të Mekës, ndërkohë që lexonte fjalën e Allahu subhanahu wa ta'ala ku thot: wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Thuaj me erdhi e vërteta, ndërsa e pa vërteta e kota u zhduk. E sigurisht e pa vërteta është e paracaktuar me u zhduk. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam i shpjegoi njerëzve adhurimet e haxhit, në mënyrë që çabja me qëndru minare e adhurimit të Allahut Azza wa Jall të vetëm deri në ditën kur Allahu me marr tokën e çka ka në të. Ibrahimi alayhis salam po ashtu lut që këtë vend të begat me e bë të sigurt dhe me i furnizu banorët e këtij vendit, ata që besojnë në Allahun Azza wa Jall dhe në jetën tjetër, me i furnizu me begati. Kjo është për sa i përket pikës së parë. Dukuria e dytë është ajo tilbia, thirrja karakteristike e haxhive, të cilët thonë labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Që në gjuhën shqipe dhe më thanë të përgjigjemi o Allah, të përgjigjemi, nuk ka të adhurum tjetër përveç teje me të drejtë. Vetëm ty të përgjigjemi, falënderimi, mirësia dhe pushteti të takojnë vetëm ty, e ti nuk je asnjë tak. Kjo telbije, pra kjo thirrje është tipari dallus i haxhive, që atëherë kur Ibrahimi alayhis salam i thirrë njerëzit që me e kry haxhin, duke vënë në zbatim fjalën e Allahut Azza wa Jall ku i urdhon njerëzit me ardhur me kry haxhin për hir të Allahut Azza wa Jall. Para se më shpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si profeti i Allahut, arabët në kohët e ignorancës e bashin haxhin, e kryeshin haxhin, i përgjigjeshin Allahut Azza wa Jall, por se këtë adhurim që e bashin e përzishin me shirk, e përzishin duke adhuru dikë tjetër së bashku me Allahun Azza wa Jall. Dhe nuk thoshin këtë telbije, këtë përgjigje, por se thoshin një përgjigje të ngjashme, por duke shtu diçka tjetër mrapa. E përgjigja e tyre ishte të përgjigjemi o Allah, të përgjigjemi nuk ka të adhurum tjetër me të drejtë përveç teje, përveç një ortaku që ti e posedon atë dhe çka ka ai. Edhe ardhi vula pejgamberëve, profeti sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i nderuar, krijesa më e dashur në Allahut Azza wa Jall, në mënyrë që me shfaq hap të zhveshimin e Allahut në Azza wa Jall në adhurim, me i shema të shtyllat e shirkut, duke u përgjigjë Allahut Azza wa Jall një edhe të vetëm. Në telbien, në përgjigjen e profetit sallallahu alaihi wasallam gjendet adhurimi i Allahut një edhe i vetëm. Muhimi i çdo lloj ortaku që mund të shoqërohet atij, dhe po ashtu edhe atribimi i falënderimit, i mirësisë dhe pushtetit vetëm Allahut Azza wa Jall, edhe askujt tjetër. E besimtari vazhdon me përgjigje Allahut subhanahu wa ta'ala derisa ta takojnë Allahun Azza wa Jall. Ai i cili don me taku Allahun Azza wa Jall, Allahu e pëlqen që me taku atë, kurse ai i cili e urren takimin me Allahun Azza wa Jall, Allahu subhanahu wa ta'ala e urren takimin me të, është shpërblimi atyre të cilët i përgjigjen Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka dyshim se xheneti i Allahut subhanahu wa ta'ala. Dukuria e tretë është se madhnimi i Qabes është prej madhnimit të Zotit të Qabes, është prej madhnimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ashtu si thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna dhalika min taqwa al-qulub." Dërsa kush madhnon shenjat e fesë Allahut azza wa jall, simbolet Allahut subhanahu wa ta'ala,
Kjo tregon për përkushtimin dhe vështërinë e zemrës së tij. E madhnimi i Qabes realizohet me disa lloj formash. E para është duke u drejtu drejt kësaj Qabeje në namaz, ashtu siç drejtohen na si musliman 5 herë në ditë, i drejtohen Allahut azza wa jall për të fal drejt kujt? Drejt Qabes. Ashtu siç e ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala duke thënë: "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram." Na kena me të kthy ty nga kibla që të kënaq ty. Prandaj ktheje fytyrën tënde nga Qabia, nga xhamia e sheh. Po ashtu mallimi i Qabes realizohet me anë të rrotullimit rreth saj, me anë të prekjes së dy prej cepave të saj dhe puthjes së gurit të zi. E këto gjeste, këto vepra bëhen në ndjekje të profetit sallallahu alaihi wasallam, duke ndjek sunetin e tij. Allahu azza wa jall nena ka urdhëruar me bë tawaf rreth Qabes, duke thënë në Kur'an: "Wal yatawafu bil baytil atiq", dhe le të bëjnë tawaf dhe le të rrotullohen rreth shtëpisë së vjetër pra Qabes. E kjo gjatë tregon se ky rrotullim, ky tawaf bëhet vetëm rreth Qabes. Nuk lejohet tawafi rreth asnjë gjaje tjetër, as ndonjë rreth gurit, a drunit, a vorrit apo çfarë lloj gjaje qoftë. Muslimani këtë lloj rrotullimit, këtë lloj ibadetit e bën vetëm për hir të Allahut azza wa jall rreth Qabes. Sepse ka shumë për njerëz të cilët i bëjnë këto lloj gjanash, ndoshta rreth një varri të një personi të mirë, apo dikujt tjetër, apo të një tyrbes apo diçka tjetër. Këtë kjo konsiderohet ibadet prej ibadeteve që nuk i kushtohen Allahut azza wa jall, por si kushtohen dikujt tjetër. E ky ibadet është i veçantë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. E prej dukurive të veçimit të Allahut në adhurim në tawafin rreth Qabes është se kur puthet apo preket guri i zi, kjo bëhet si adhurim ndaj Allahut azza wa jall dhe pasimi i sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na ka treguar prisi besimtarëve. Umer radiallahu anhu duke thënë: "Pasha Allahun", i ka thënë për gurin e zi, "Unë e di që ti je një gur, i cili nuk bën as dëm e as dobi. Në qovë se nuk isha me e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke dhe të puth, ty nuk isha me të puth." Pra, a je vepron të këtë gja në përputhje me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej dukurive të cilat përmenden në haxh është ai i cili bën tawaf mas i bën tawafin rrotullimin, fal 2 rekat, të cilët janë 2 rekat e tawafit. Fal 2 rekat mas vendit të Ibrahimit alayhis salam, nëse është mundësia, nëse nuk është, i fal kudo në Qabe. E në këto 2 rekate për sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam është që në rekatin e parë me lexuar surën Kafirun, ndërsa në rekatin e dytë me lexuar surën Ikhlas, kul huwallahu. Në surën Kafirun ku thot Allahu azza wa jall: "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Thuaj o ju mosbesimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni. Pra në këtë surë kena distancimin nga çdo gjë që adhurohet përveç Allahut azza wa jall. Ndërsa në surën tjetër në Kul huwallahu përmenden cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala, cilësitë e Rahmanit të gjithëmshirshmi, dhe kjo surë është e barabartë me 1/3 e Kur'anit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Prej dukurive të cilat spikasin në haxh është po ashtu edhe vrapimi mes 2 kodrave, Safas dhe Merwas. Haxhiu masi bën rrotullimin rreth Qabes, mandaj fal 2 rekat, mandaj shkon edhe bën vrapimin mes 2 kodrave, Safas dhe Merwas, duke vënë zvetim fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala ku thot: "Inna as-safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima." 2 kodrat Safaja e Marwaja në Mekë janë prej simboleve të Allahut azza wa jall, prandaj i cili e viziton në Qaben për haxh ose umre nuk ka asnjë gjunah që me u sjell mes 2 kodrave, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Filloj me atë me të cilën ka filluar Allahu subhanahu wa ta'ala", dhe ngjitej në kodër edhe i çon dur në drejtim të Qabes, duke ju lut Allahut azza wa jall dhe shfaq adhurimin e vet kundrejt Allahut njëllat e vetëm. Dukuria tjetër është lutja e cila bëhet në ditën e Arafatit.
e cila është dita më e mirë. Dita e 9 e muajit Dhul-Hijja, një ditë e cila është një ditë para Bajramit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Arafatit ka ecë me shokët e vet për në Arafat, ndërkohë që disa shqiptorin telbijen, disa e madhonin Allahun azza wa jall me tekbir, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dëgjonte dhe nuk kundërshtonte asnjërin prej tyre. Pasi ka rrit në Arafat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja drejtu kiblës, edhe ka filluar me u lut deri në kohën e perëndimit të diellit, ndërsa ai lutej i çonte dur drejt Allah subhanahu wa taala, siç i çon ai varfëmi ndërsa kërkon ushqim. Pra duke qenë nevojtar për Allah azza wa jall, duke shfaq nevojën e vet kundrejt krijuesit të gjithësisë. Dhe na ka treguar se lutja më e mirë është lutja në ditën e Arafatit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutja jeme dhe e pejgamberëve para meje në ditën e Arafatit është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, të vetëm e të pashok. Vetëm atij të on pushteti dhe falënderimi, edhe ai është i gjithë pushtetshëm mbi çdo gjë. Dukuri tjetër është që haxhi nëna përkujton vendet edhe ndodhit e botës tjetër. Kjo duket qartë as kur haxhiu e lën vendin e vet, e lën familjen e vet, fëmijët e tij, duke u drejtuar për tek Allahu subhanahu wa taala. Ai hek ato rrobat e tij, hek ato teshat e tij normale, edhe i zëvendëson me dy tesha që është izari dhe ridaja. Janë dy rroba të bardha të cilat i hallin trupin e tij, të cilat i përngjasojnë qefinit. Po ashtu ai qëndron me haxhit e tokën e Arafatit dhe përkujton qëndrimin e madh që kena me pas para Allahut azza wa jall në ditën e gjykimit. Po ashtu dukuri tjetër është ta përmendni Allahut subhanahu wa taala në haxh. Haxhiu shkon drejt Allahut subhanahu wa taala duke përmend atë, duke shqiptuar telbijen dhe duke u përgjigjë Allahut azza wa jall. I largohet dunjas, e kalon vendin e vet, tokën e vet, familjen e vet, rrobat e tij, zbukurimet e tij, duke u drejtuar për tek Allahu subhanahu wa taala. E shqipton telbijen, e madhnon Allahun subhanahu wa taala, i lutet dhe kërkon falje atij, e qëndron në vendet e adhurimit, ndërkohë që i përzihet atij dashnia, frika, shpresa dhe dëshira për Allahun subhanahu wa taala, dhe gjuha e tij është e lagësht për përmendjen e Allahut azza wa jall.